procesin gërditje? Seanca ishte me protagonizmin ton vetëm për në qëndrimin që kishim mbi provat e prokurorisë. Në fakt, prova është fjalë e madhe për thënë se vetëm tilla nuk ka patur. Pra nuk ka asnjë përcaktim sakt të veprimit apo mos veprimit që pretendohet për ish ministrin e mbrojtjes në rastin e hetuar e gjykuar tashmë nga prokuroria e posaçme, sikurse nuk ka asnjë provë për ne që të mbështesë këtë argumentim të prokurorisë mbi shkelje të këtij veprimi apo mos veprimi që përmenda. Pra, si nga pikpamja e evidentimit të faktit konkret, si nga ajo e renditjes ligjes shkelur, nuk gjejmë paktën në pjesën e fashikullit që kemi shqyrtuar deri tani që kemi në ndërshtim me prokurorinë qendrimin ton, asnjë rast evidentues. Kjo është e gjitha. Kjo se mund të shtoja vetëm kaq. Në fillim të seancës unë i kërkova gjyqtarës që të udhëzoj prokurorinë që të bjerë të gjitha provat e shkeljet ligjore, se siç e tha dhe avokati, në të gjithë parashtrimet e provave nuk ka asnjë përcaktim për shkeljet ligjit apo akteve nënligjore dhe për më tepër bara e provës sipas kodit ton penal dhe kodit procedurës penale i takon prokurorisë, por dhe standardeve ndërkombëtare përfshirë dhe Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Dhe përveç asaj, mënyra e procedimit shkel edhe prezumimin e pafajësisë dhe krimit të një ideje të përgjithshme për ta kthyer në një barë politike më tepër se një barë procedurale dhe juridike të gjithë të proces. Edhe nga fakti se ju vetë pyesin domethënë procesi i gërdecit. Po ja them që nuk është procesi i gërdecit, është proces për shpërdorim detyre që nuk ka të bëjë me shpërtimin gërdec dhe këtë ka thënë në mënyrë qartë prokuroria dhe SPAK. Si e individualizon prokuroria akuzën ndaj jush? Këtë provokatë. Ky është problemi se nuk ka individualizim. Aty thuhet që ministri ka nxjerrë një urdhër dhe pastaj ky urdhër del nga gjithë konteksti juridik i gjithë akteve tjera, ligj, VKM apo akte tjera normative. Urdhrat e ministrit kanë qenë me karakter individual, administrativ. Dhe një urdhër ministri nuk shbën një akt normativ, nuk shbën një VKM, nuk shbën një ligj. Dhe kur në cilësimin e një urdhri janë vendosur baza ligjore që është ligji apo VKM-ja, dhe pastaj strukturat zbatuese duhet i referohen detyrave që kanë raport me ligjin VKM-n dhe përfshi dhe urdhrin e ministrit. Pra nuk ka asnjë boshllëk ligjor për trajtimin e municioneve në forcat e armatosura. Dhe këtë kanë konstatuar dhe ekspertët që ka thirrë prokuroria, që akti i bërë nga ne si qeveri, si akt rregullator, plotëson të gjithë gamën e trajtimit të aspektit të trajtimit të municioneve të tepërta. Dhe për më tepër e përsëris, akti i ministrit nuk është urdhër demontimi. Unë kam dhënë urdhër për kalim municionesh ndërmarrjes Meko, nga forcat e armatosura kalojnë në Meko, në zbatim të VKM-s 138 dhe të kodit civil. Dhe pastaj do të detyrat për bashkëpunim ndërmjet strukturës ushtarake dhe Mekos. Ky ka qenë urdhri. Urdhri për demontim përfshihet në kontratë, kontrata ka parashikuar detyrimet e veta, përfshihet në marrëveshjet me komandat e të Mekos dhe nëse do ishin zbatuar të gjitha ato që janë shkruar në kontratë edhe në marrëveshje, në bindjen time nuk do të kishte pasur një situatë apo një shpërtim tragjik si ajo që ndodhi.